Autorizimin po ma krijon e hapësirën e lutem. Sepse tema e cila akoma u trajton nga ky moment që sot ndodhi me ardhen e Simiqit dhe 2 deputetëve të listës serbska, në Kuvend, kjo ku me konë tema që ka me e përcjell tregimin për këto zgjedhje. Kjo është shumë e rëndësishme. Po një gjë është shumë e rëndësishme. E unë këtu po supozoj se kam të faktuar, këta i ka thirrë Mimoza Kosari duke u dëshmuar në të kalumen që ka bërë një komunikim me listën serbska, hajde dok në pak se na vyn si trege. Faleminderit për durimin, fitanun të falenderoj prapë. Buzëqeshje një ke kthy në rregull i mbar. Pra, ka mungesë Jo, përshtet, buzëqeshja më kthy se njëri kërkoi falje për atë dyerjen. Shumë lehtë e ka me tregu kush është fajtori. Në momentin që sot nuk e bën opozita të anën, nëse ndodh fajtori dihet. Po edhe më falë, se te koqa më falë Cila është arsyeja mos më votu Feridi Rëshiti nëse s'ka marrëveshje? Si që tha Kurti, thot nuk e kam tha qëllim që shkojmë në zgjedhje. Nuk ky s'ke çon në zgjedhje me një herë. Pse ka marrë Kurti që opozita ja voton ai nuk e propozon mo Feridi. Po pikërisht ato që Pas me ta Lidhja Demokratike e Kosovës në konferencë për media më bën me fakë. Koni momentum tash tjetër. Momentumi tash tjetër që ka kriju vetë që nesra. Nëse opozita merr pjesë nesër i bie që po merr pjesë në seancë jo kushtetuese. Ndërkohë vetëdosja po i konsidera si seancë kushtetuese. Opozita tash në farë. Nëse më dëgjon Zesha e pyesim LDK-n, do të marrin tash nesër pjesë seancë. Kjo ishte jashtëzakonshme, fakt kjo ishte me 49 shkrimë thirrje. Mo kthy pak ben edhe